Secili flet votim numërohet i vëzhguar nga kamera duke u shfaqur më pas në ekranet e tavolinave të numërimit. Sistemi digital i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të shërbej edhe në balotazh, ku sërish votohet për kryetar komune. Gjithçka në tavolinë është transparente, siç e kërkon ligji për zgjedhjet e përgjithshme që hyri në fuqi në vitin 2023. Për herë të parë palestrat sportive gjithandej Kosovës u përdorën për këtë proces në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit si qendra komunale të numërimit. Kështu kostoja e organizimit të zgjedhjeve me ligjin e ri u rrit dukshëm. Funksionalizimi i 38 qendrave komunale të numërimit, të cilat vendosen kryesisht në palestra sportive, është një kosto shtesë e procesit zgjedhor, i cili duhet zhvillohet në transparencë të plotë dhe për këtë janë të nevojshme sigurimi kamerave, monitoreve, kompjuterëve, skanerëve dhe pajisjeve tjera përcjellëse. Sigurisht se ka edhe çështjet e tjera që ndikojnë në planifikimin e kostos së përgjithshme. Për organizimin e 2 palë zgjedhjeve, këtë vit u ndan rreth 15 milion euro sipas Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas KQZ-s, zgjedhjet lokale të vitit 2021 i kushtuan kuletës së shtetit mbi 6.4 milion euro, kurse ato të parakohshme për kuvend rreth 4.5 milion. 4 palë zgjedhje parlamentare që organizuan në Kosovë nga viti 2013 deri në vitin 2021 regjistruan një kosto prej rreth 20 milion eurosh. Ndërsa zgjedhjet lokale për periudhën 2013-2021 kishin një kosto prej mbi 17 milion eurosh. Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Fidan Qerimi thotë se kostoja shtesë ja vlen të paguhet nëse garantohet proces korrekt. Unë besoj që për transparencën e zgjedhjeve nuk është kosto e lartë, ani pse është rritë sipas ligjit të ri, por besoj që shkon në vend do të thotë mënyra e votimit të qytetarëve në procese shumë e verifikueshme dhe njerëzit që i marrin votat arrin në kuvend. Ndërkaq KQZ ndër vite ka shpenzuar edhe për organizim të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në disa komuna.